Nxënësit e klasës së 2C të shkollës Sevasti Qiriazi, ata të klasës së parë B të shkollës Tavli Themeli dhe qendrës komunitare të qytetit, zhvilluan një aktivitet të rëndësishëm në kodrat e qytetit, duke mbjellë mbi 40 pemë të reja, si pjesë e një nisme për mbrojtjen e mjedisit dhe përmirësimin e hapësirave të gjelbra, të shoqëruar nga mësuesit dhe të mbështetur nga nxënësit më të rritur. Ata kontribuan drejt për drejt në gjelbërimin e zonës dhe përcollën mesazhe sensibilizuese. Natyra buzëqesh përmes pemëve. Pemët janë në frymëmarrje e heshtur e tokës. Pemët na mësojnë durimin dhe qëndrueshmërinë. Çdo gjetje ka historinë e saj. Një pemë e vogël sot, një botë më e bukur nesër. Pema na jep jetë. Pemët janë miqtë më të heshtur të njeriut. Rënjet në tokë, në zemër, drejt dritës, ashtu siç rritet një pemë. Një pemë mbjell sot është një shpresë për nesër. Një degë e thyer është baraz me një krah të thyer. Pemët janë poezia që toka i shkruan qiellit. Era këndon më bukur degët të pemëve. Më t'japim pa kërkuar asgjë në këmbimve. Një botë me më shumë pemë është një botë më e mirë. Pemët janë ura mes tokës dhe rreth qiellit. Degët e pemës janë si ëndra drejt qiellit. Në hijen e pemës zemra gjen paqen. Pemët janë gjallësirat e tokës. Kush mbjell pemë mbjell jetë. Pemët flasin pa fjalë, por tregojnë shumë. Kush e shpekton pemën e shpekton jetën. Ja pemë e mbjellur me dashuri rritet me bekim. Ajo që e bëri këtë aktivitet edhe më të veçantë, ishte fakti se çdo nxënës vendosi emrin e tij në pemën që mbolli, duke krijuar një lidhje personale me natyrën dhe duke marrë një përgjegjësi simbolike për rritjen dhe kujdesin ndaj saj.